Pa një marrëveshje politike e cila do t'i hapte rrugë dhe zgjedhjes së presidentit të vendit, partia më e madhe parlamentare nuk planifikon ta konstituojë Kuvendin e Kosovës, ndonse i ka votat e nevojshme. Kryeministri në detyrë Albin Kurti qartësoi se vazhdimi i procesit të konstituimit të Kuvendit, pa u zgjidhur nyja e presidentit mund ta vështirësojë arritjen e një ujëdie me partitë e tjera dhe sipas tij mund ta çojë vendin drejt zgjedhjeve të reja. Kurti u shpreh i hapur për të rinisur negociatat me Lidhjen Demokratike, njëkohësisht u bëri thirrje për takim edhe prizve të Partisë Demokratike dhe Aleancës. Na duhet të marrim kohë shtesë për diskutime dhe vetëm atëherë kur ta kemi arritur dakordimin për çështjen e presidentit të procedojmë me konstituimin e institucioneve të tjera. Herën e kaluar e pam se pa e zgjidhur çështjen e presidentit, kot e konstituojmë Kuvendin, apo e votojmë, formojmë qeverinë, sepse vendi u desh të shkonte në zgjedhje. Nga ana tjetër, Partia Demokratike ka reaguar ashpër duke akuzuar vetëvendosjen për mungesë serioziteti në procesin e krijimit të institucioneve. Këto sjellje të papërgjeshme, jo serioze, do të përfundohen dhe vendit do të më dhon institucionet dhe përgjegjësia për këtë punë i takon partisë fituese, këtë rast lëvizjes vetëvendosje. A i gatshëm për një takim në rast se ju thëret? Nuk kemi takim pa përmbajtje, pa produkt, pa rezultat, s'kem nevojë takomi. Ndërkohë, Lidhja Demokratike e ka lënë të hapur mundësinë e zhvillimeve dhe lëvizjeve të reja politike gjatë ditës për të tejkaluar ngërçin institucional. Shpresoj dhe besoj që brenda ditës së sotme mund të ketë ndonjë lëvizje pozitive, por mbetet të shohim çka është ajo, ka ose nuk ka, po votat për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit mendoj që i takojnë gjithmonë shumicës parlamentare dhe si pozicion politik. Kritika për mos konstituimin e Kuvendit ka ngritur edhe nga Aleanca. Sot kur është dashur krejt qytetarët e Kosovës presin që institucionet e Kosovës të konstituohen, që Kuvendi të jetë funksional, të zgjidhet kryetari apo kryetari dhe anëtarët e kryesisë, sot del kryetari i lëvizjes vetëvendosje dhe i thotë qytetarëve Kosovës na duhet ende kohë. Po të më në burë kohë 30 ditë. Nga aspekti kushtetues, derisa Kuvendi të mos konstituohet, nuk mund të nisin as procedurat për formimin e qeverisë së re. Ky ngërç automatikisht pezullon hapat për emrimin e mandatarit dhe votimin e kabinetit të ri qeveritar, duke lënë ekzekutivin në pritje të marrëveshjes politike.